Vjen një informacion kulla shumë i klasifikuar që më thonë në valizhe u gjendën dhe 2 palë bizhame që nuk dihet pse. Autori Gens Bektashi ishte papa. E kulla, shefi NATO-s gati për luftë të vërtet me Rusinë plak. Le ta dëgjojmë çfarë thot shefi NATO-s. Ky rute. Miku i Ramsit 4. We need to be ready. Because at the end of this first quarter of the 21st century, conflicts are no longer fought at arm's length. Conflict is at our door. Russia has brought war back to Europe, and we must be prepared for the scale of war our grandparents and great-grandparents endured. Imagine it, a conflict reaching every home, every workplace. Destruction, mass mobilization, millions displaced, widespread suffering and extreme losses. It is a terrible thought. But if we deliver on our commitments, this is a tragedy we can prevent. Bukur është që ky që i thoto është holandez, ky që është bërë shefi NATO, tani ka qenë kryeminist në Holland, Rute, këtë e diti, po e them për njerëzit që nuk e din, pa ata që se din. Dhe po dëgjoj aty komentet e francezëve thoshin çudi thoshte është na ndodh pra rasti e keqe shumë sepse vet Hollanda nuk ka marrë një pjesë në luftë, kupton. Kështu që ky flet do të them si që thotë do bëjmë luftë si të parët tanë, të gjyshit tanë të gjitha këto. Kulla është gjithë një teatr ky apo jo? Ku do teatr? Nuk është se ka ndonjë është gjithë një show i madh që bëhet. Atëherë ti shpjegojmë njerëzve. Sepse më fal, duhet të hidhen shumë para tani për armatimin e këto, edhe duhet bërë kjo propaganda sa më e madhe. Pra sa me madhe gënjeshtra, aq me vërtet duket. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s është vetëm një politikan, nuk është ai komandanti i NATO. Se në fakt generali amerikan që vendos. Jo, për çdo komand, NATO ka disa komanda dhe për çdo komand ka e para vendimarrjet në NATO me vendim politik nga gjithë anëtarët. Po njësh ishte amerikan apo jo? Po, ja ta shpjegoj tani. Nuk është pastaj kur komandantët shkojnë, duhet parë kush është komandanti i asaj komande dhe se si do merret. Pra çdo komand ka arsyeën e vetë pse ekziston. Po të them se si merret politikisht një vendim për ty. Qartë. E dyta, ti me drejt thua që njëshi është amerikan. Di si pse është njëshi amerikan në NATO, çan? Po se ata hedhin rreth 50% të parave, pra. 77% i buxhetit NATO-s janë para amerikan. Nuk është 77, nuk është 50, se më të vazhdi ishte 50. 77%. Pra, ata janë ushtria më e madhe, kanë buxhetin më të madh, kanë teknologji më të madhe, dhe e bukur është se gjithë ta që bëjnë gam që janë vendet europiane, nuk arrin do të bëjnë atë 20% tjetër, sepse në NATO buxhetin më të madh e bën Polonia? Jo. E bën SBA-ja. Mirë, përveç SBA-s, po them në Europë. Po them për NATO, pastaj futemi te Evropa. Pra e bën SBA-ja, Turqia, Britania e Madhe, Kanadaja, pastaj vjen Evropa. Qartë. Sepse kanë hapësirë më të madhe ata për mbrojtje. Tash asnjë nga këto vende që tash nuk është vend i BE-s. Ta tani ka nisur një muzikë, në cilën nuk e kuptoj mirë çfarë roli luan Rute. Dhe jo, muzika në cilën këta thonë që do bëjmë ushtrinë europiane. Pra, vendet europiane, duke qenë ndaj vendet anëtare të NATO-s, ka një dualizëm. Dhe këtë histori ka filluar ai që ke qefti shumë Macroni. Po shumë qefe kam atë unë, vdes. Ndërkohë, Franca për shembull, me që po flasim, po humb çdo muaj nga i kolonitë vetën në Afrikë. Mos është legjendë urbane kjo? Jo, Madagaskar humbi prap tani, sa jave. Jo, fitoj pra. Jo, Madagaskar iku po shteti më. Po fitoj prap francezët pra. Jo, çan, po humbin. Kthyen prap, po nëse. Po humbin çan të gjitha kolonitë e tyre dhe po tërhiqen. Tani çështja është a është e domosdoshme për mendimin tim, qofse NATO do duhet të ekzistojë, ta janë të detyruar të rrisin buxhetet dhe shkojnë te ai 5% që Trumpit. Në të kundërt, NATO do kthehet në një OEQ siç është bërë. Po atë po bëjnë këta pra kulla. Mos është janë në një lim me Trumpin? Po se di në. Ti duke thënë do bëjmë luftë me Rusinë. Në një farë mënyre, nuk e shoh. Në një farë mënyre, po bën lojën që bën princesha van der Leyen, Ursula von der Leyen, bashkë me Macronin, me Merzin, me këtë Stamerin e Anglisë, po them këto vendet kryesore, dakor që thonë, ne do të bëhemi gati për luftë, që do thotë, nxini xhepat, pra fusi duar xhepa, sa më shumë para për të armatosur, për të rritur ushtrinë e tjerë. Pra,
Mos do shta këtë po bëjnë? Jo, unë kam përshtypjen se jemi në një sezon tjetër. Këta ishin të gjithë bashkë, këta, ky ka qenë kryeministër, që e frynë Zelenskin dhe i thanë futun luftë se na kemë brapa. Si shpo bëjnë akoma? Po problemi është se tani lufta e kemi thënë ka humbës dhe fitus. Dhe në mënyrë qartë Zelenski nuk është fitus. Dhe këtu po diskutohet tashmë për kokën e Zelenskit. Dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s po i bën apel vendeve anëtare, sepse tek e fundit po përfundoj nesër lufta në Ukrainë. Ukraina do duhet të futet procesit të antarësimit në Evropë. Po kush do t'i paguajë borxhet e Ukrainës? Pra në një lloj forme, sekretari i përgjithshëm i NATO-s po i shpjegon vendeve anëtare Që? NATO-s, edhe publikut, krizën reale që ka NATO sot. Sepse kjo është kriza reale që ka NATO sot. Po ti heqësh Amerikën dhe Turqinë, NATO sot është njëri që. Është vetëm ajo që. Ndërkohë kulla, S'ka vendim marrje, pra sot NATO në mban dhe ke këta tjerë, këta sharlatanët e tjerë që thotë nuk na duhet NATO se të bëjmë ushtrinë e Evropës. po Trumpin e dëgjove çfarë tha? Trumpi ka drejt për mendimin tim. Ja ka Ledio. Plasi Ledio, dëgjon që Trumpin sa bukur, çfarë perle. I'm involved in Europe very much. Might you endorse NATO candidates? calls me daddy. I mean, I have a lot to say about it. Look, I hate what's happened to London, and I hate what's happened to Paris. I hate when I see it. Look at Germany. Germany was crime-free, and Angela made two big mistakes: immigration and energy. But those two are beauties. Çfarë perle. Tani ta kanë frikë se mos Trumpi bën spin-off, pra heq prizën. Po se këta janë të papamulla, këta e duan Amerikën, ti sjelli paret, ti sjelli ushtrinë, ti mbrojt, futen në luftë, dhe kur thonë na gjithë thonë, jo, pse ndërhyjnë ti punët e brojt. Po i blejnë gjëra Amerikës o kulla tani, se edhe kjo tani. Qa po i blenë, ma asgjë si se kam blenë. Vetëm Gjermania nuk vizë sa miliarda, por ositi Qa po i blenë, ne... F-35. Por e qa thu ti mërë burtësh. Ti e kupton që ne Shqipëria i kemi blerë helikopterat në Francë o burtësh. Ma ke thënë këtë njërë. Po hapër të shishë. On falë gjithë Europa sot, me përjashtim të Francës, prit, që kanë bombë bërthamore dhe që dhe prodhojnë dhe Rafale, dakord? Gjithë pjesat e të Europës o kulla. Pa të futur ato, mos në tërprej. Pa të futur gjithë vëndet baltike që janë afër Rusisë, pa të futur Poloninë e këtë gjë. Të gjitha vëndet, Gjermania, gjitha këto blejnë a gjëra, pra, pajisje amerikane ushtarake kulla. Nuk blejnë të francezët, shumë rrallë ndodhë i blejnë i Rafale francezë. E para e në komunitetin e NATO-s, pajisjet nuk e se janë, edhe F-35 që përmëndet ti, vetëm 5% bëhet në Amerikë, se bëhet në përbot. Nëse, a janë... Shu është nërtuar, për shembull, A ja blenë kompanive amerikane? Po më vlla, po kompanitë amerikane në bursë, për shembull, disa pjesë të F-35 si bën Leonardo në Itali, e di këtë gjë? Po e di, pra. Po. E di, ma ke thënë ti. Disa pjesë i bën Turqia, se kështu është nërtuar industria e NATO. Çështja është tek parimi. Këta kanë qenë ata që deri tani nuk kanë paguar as 2% që NATO. Nëse NATO është bërë dobët sot dhe është në... Po cila është loja që po bëhet atëherë? Më e kuptova atë konstatimin e këtë saktë. Për t'i filluar se ç'a do bëjnë, sepse këta zotni, këta kanë dualizëm. Këte e thonë me fjalë kështu dhe këte e thonë nuk na duhet më NATO se do bëjmë ushtrinë europiane. Tani këto parat ku do t'i hedhin, të ushtrinë europiane apo te NATO? Ai thotë unë nuk vazhdoj të hedh më lek për ju. Po ky është normalisht ky është i NATO-s pra ruteri që flet. Po pra po është flet për ushtrinë europiane. Një lider politik ky, nuk ka si ky po i flet vendeve anëtare, ç'a do bëni? Po hedhni lek thotë. Po si hedhin ata? Po hedhin o kulla. Po si hedhin? Vetëm Polonia vajti 5%. Po Polonia është i vetmi vend që ka vajt 5% dhe ka hall se kanë kufitur. Janë dhe ato vendet lartë, Estoni, Letoni, që janë ato afër. Ke qenë në Estoni ti? S'kam qenë, po e di. Kam qenë në Estoni. Këtu vendet e tjera të rëndësishme, Spanja, Portugalia, që janë këto, nuk po hedh kush. Slovenia. Prandaj shana i Spanjën ai Trumpi shumë, e ka i natë. Se nuk hedhin lekët. Jo, po s'kan, nuk, do me thënë, sot kriza e Bashkimit Evropian dhe kriza e NATO është krizë politikë. Tani, gjë. Kjo, dakord jam unë. Më thuaj një gjë më kulla. Ore zotri, ti e beson se dakord, Putini del thotë, janë të rrezik, thotë, s'ka një njeri në plan të sulmojë Europën, thotë, s'kemi asgjë me Europën, thotë. Ne thjesht do reagojmë nëse do duhet të reagojmë për të mbrojtur. Pra Putini ka dalë dhe ka thënë disa herë që qetësojeni që mos e alarmoni kot qytetarët tuaj, e kemë deklaratë. Tani para të javë. Gjova, me kujdes unë që thëpë. Që është kjo histori thotë shesharake, thotë, ne s'kemi pasur, s'kemi dhe zot kemi në një plan për ta sulmuar.
e Europën. Putini tha kështu, qofse ju tha do filloni lufta, Po pra, ne do jemi në mbrojtje, unë tha. nuk do bëj luftë si në Ukrainë. Po patjetër. Unë do ju çoj raketat. Rregull, pa i tha në qofse ju e filloni. Po pra. Tani, faktikisht, duan të hedhin trut e gomarit, të flasim thjesht hapur, të flasim troç, duhet të hedhin trut e gomarit njerëzve valla në Europë për çfarë cili është qëllimi. Këtu më duhet të më shpjegosh. I morën vesh ato që bëjnë lololo. Qëllimi i cili është valla? Krijojnë panik për çfarë? Për të ndënjur vetë në pushtet më shumë, për shembull në Francë ka filluar debati, ore Macroni do vërtet të nisim ndonjë luftë gjasme luftë, po të ketë një përplasje që të mos bëhen zgjedhje prezidenciale në 2027-ën? Po jo më burr. O tani jo kulla, unë tani këtë mos Okej, ky është opinioni jot, unë them jo. Jo opinion, jo. Edhe një herë unë po informoj. Po. Unë po them çfarë thuhet sot në Francë, valla, debati politik atje. Po. Ka dalë ish kandidat për presidente e majt dhe ka thënë, Ségolène Royal. po, dhe ka thënë, unë ka thënë ajo, kam këto indicje që Macroni, përveç arsyeve të tjera, se nuk ka vetëm një arsye, e bën dhe për këtë. Është shumë i ri, nuk e imagjinon dot që i mbaron jeta politike si president në 2027-ën dhe do patjetër të krijojë incidente, pra një lloj lufte që, se në gjendje lufte ti e di që nuk ka zgjedhje, që të vazhdojë të rinë pushtet. Mund të jetë komplet paranoja e asaj, nuk ka rëndësi, po media e flet të gjë. Media e flet të gjë, pra edhe po të jetë paranoja e kësaj femrës. E kupton, ka shumë media atje që kanë filluar tani ta hedhin këtë tezë. Ore, çfarë ka ky Macroni, valla? Çfarë halli ka ky, valla? Çfarë ka ky, valla? Se ky gjasme ishte njeriu që priti Putinin kur erdhi. Asgjë, e ka ekonominë e mbaruar çan. E ka ekonominë të rrënuar. Dhe duhet gjetë janë mik i jashtë. E ka ekonominë të rrënuar dhe shkoi ju lut atyre në Kinë që t'i ble borxhin e jashtë në Francë se ka marrë punën. Bukur. Mersi nga ana tjetër. Çështja është që kriza e Evropës është e thellë, ka drejt Trumpi. Është e thellë. E morën vesh. Unë po them, qëllimi i këtyre pra i elitës në Europë që udhëheq sot, i këtyre pra të quajtur Pushtet mbajtësve, jo. globalistët liberalo mondialistët. Se 6% ka i në Francë, zotë. Po, pra po, pushtet mbajtësit. Pushtet mbajtësit. Këtë për çfarë e bëjnë sipas teje, pra? E bëjnë. Për politik. Jo, pra një sekond, po le të futemi konkretisht, pra. Po. Një, e bëjnë për të kapur para më shumë, që do të thotë, sa më shumë tendera për armë, aq më shumë para. Jo, ajo një gjë ka Apo ti e shmang fare. Jo, ta shpjegoj, një gjë ka kjo histori. Nëse ti shkon në stock market, në tregjet e bursa, ti e shef që të gjitha kompanitë që merren me çështjet e sigurisë, me çështjet e mbrojtjes, me të gjitha këto kompani po rriten në tregje, pra është rritur vlera e aksioneve për shkak të luftës. Po këto quhen lobime, për shembull në rastin e Francës, Thalesi, që është edhe kompania më e madhe në Francë, 48% është pronare e shtetit francez. Në stock market është rritur shumë vlera e Thalesi, siç është rritur Airbus, siç është rritur Leonardo, siç janë rritur gjithë këto kompanitë me tituj që vijnë nga bota ushtarake. Sepse në fundit lufta është biznes. Por sot Evropa, me që përmendë Macron, e ka të pamundur të bëjë një javë luftë. Po mos ketë Amerikën dhe Turqinë. E ka të pamundur çan. Po prandaj po të them pra. Po e kanë të pamundur. Qëllimi i cili është të hedhin pra të të gjejnë buxhete për tu armatosur më shumë. Është buxhete më çan, është të stërvisësh njerëz, Pra po, buxhete të bësh shërbimin e detyruar. Diti sa duan këta 10 vjetër e nuk e bëjnë dot. Këta jo i herë. Kështu që po ti thua është retorik falso atëherë është. Kjo është retorike ca njerëz politikisht pa aftë dhe që cilët e kanë dërmuar të qenin e tyre në NATO duke mos paguar për vite me radhë buxhetet që kishin detyrim për të qenë antar të NATO-s dhe na nxorën atë nuk dihet kujtohet ty ai mesele ai mashtrimi i famshëm kur u antarësua Shqipëria në NATO në ato vite që thonin smart defense. Pra të jemi në NATO, po të jemi smart, mos paguajmë. Besoj se ka rruar, në kohën e kryeministrit. Ndërkohë që o ke defense o s'ke o çan, o ke mbrojtje o s'ke. Ke partit bëhet paratë më Shqipëri? E jetë dhe të bëjmë me një mesazh që më erdhi. Retorika e luftës është karta e fundit e regjimeve në Berlin, Paris dhe Londër për të ndenjur në pushtet. Të treja partitë që qeverisin nuk janë të parat në asnjë sondazh. Ky establishment është në ikje e sipër. Po këtë pra po të them që ata me këtë lloj sjellje po humbin pushtetin, po këtë po të them që po bëjnë një sjellje absurde dhe po humbin pushtetet në vendet e tyre. Janë të mbaruar. Prit se mënyra si e thua ti, jo, prit sekond. Po pse s'po ndodhin Këta se janë në ikje e sipër, po sillen kështu. Jo se janë sjell kështu dhe për këtë po ikin. Pse s'po ndodhin në Itali? Ha? Pse s'po ndodhin në Itali kjo gjë? Meloni është rritur prapë në zgjedhje. Sepse ajo është njëri serioz, këta nuk janë seriozë. Këta janë njerëz të lehtë.
Ky çfarë thot sot Macroni? Ky nuk është në gjendje të çojë një kompani me ushtar, 1.000 ushtar në Afrikë, të ryjë një nga ato territorë që ka marrë. E thonë vetë ata më ish generalët atje 15.000 veta kemi ne thotë që janë ushtar profesionistë. Po atëherë çfarë? 15.000 veta. 15.000 këta vetëm për atje për Bakhmut. Do të thënë nga shiko, po dëgjoj këto debate janë shumë serioze. 15.000 ushtar francezë janë profesionistë. Ndërkohë Franca teknologji ushtarake ka të jashtëzakonshme. Prit prej. Po. Shiften të updateoj me lajmet e fundit nga Franca, me që është i vetmi vend bërthamor në Europë, se Anglia është jashtë. Është dhe Anglia, po është jashtë. Jam dakord. Sot, gjithë analistët në Francë serioz, thonë, 15.000 ushtarë janë në Francë, kaq numëron Franca, ushtarë, dhe fjalën ushtarat ne tha, po i citoj ata, kemi parasysh ata që nisen për të vrarë dhe për tu vrarë. Sakt. Qa pere, nisen për të vrarë dhe për tu vrarë. Po, ushtarë fronti. Ashtë, në zonën, që ata e quajnë zonë de la mort, në zonën e vdekjes. Zonën e vdekjes, po. Pritani. Ndërkohë, thatë, 15.000 veta, e zënë për një moment që plasi një incident, paf një sulm diku në Letoni në Estoni që është gjithë me Rusin. Po futen ata ai Jo, ma prit. Franca, tha normalisht, do të dërgoj atje, ne 15.000 kemi, tha. Do të dërgojmë 15.000, në Francë kemi asnjë. po, Në këto moment i po flasim. po. Pra, tha, na duhet minimalisht 10 dhe në 15 vjet për të ndryshuar, pra për të rindezur komplet motorët. Pra, për të ndryruar dhe mentalitetin e njerëzve. Po çfarë thash? Prandaj dhe pyetja thash ime. 10 vjet. Prandaj dhe pyetja ime ishte për rrutë e rinë dhe për njerëzit të rrutë e rinë që dalin dhe flasin kështu. Është çfarë duan të bëjnë? Është plarje truri për t'i thënë francezëve, gjermanëve, ku diun anglezëve, me që, për t'i thënë, buni gati të vdisni. Po çdo vdesin, ata vdekur janë. Më jo, popullit më burë, jo ata vetë. Po më populli i vdekur i mbaruar, se ti mendon që në Talini, Estonia me 2 milion njerëz, ti sulet Rusia, di sa është Peterburgu nga Talini, Estonia. 2 orë me makinë. Është vend i vogël dhe 1/3 e popullsisë është rusofone. Kulla dhe një gjë tjetër, vlla. E more vesh një lajme. Unë shpresoj që E more vesh lajme. Cila është, cili? Janë në gjendje shumë të rëndë pjesa europiane e NATO-s. Pse? S'kan dronë, vlla. Që lufta bëhet me dronë sot. Ne thos sikur të hynte Ukraina në luftë me ne, thanë këta francezët, ne na mund ta se ne nuk dimë se ç'janë drona, tha ne kemi vetëm avion, tha. Kemi bombë bërthamore, por ç'e duan ta marrin ta fusin byth. Do i blejnë dronë. S'kemi dronë, sot lufta po bëhet me Do i dronë. blejnë dronët nga Turqia, më super mirë. Dronët Bayraktar janë super të mirë. Edhe nga Izraeli do i. Kujdes, janë të mëdhenj ata Bayraktar, por flasin për dronë më të vegjël akoma, kamikaz, të E papar. di, janë ato që prodhon Irani. Të papar. Po Irani ka prodhu shumë, ja ka dhënë dhe Rusisë, i kanë bërë prodhim për bashkët. Ndërsa këtu të ne tha ai, Edhe Izraeli. Ska, sepse kanë investuar në tjera gjëra. Lufta në Ukrainë tregoi që dronët e vegjël, këta që fluturojnë ulës, që janë dronë kamikaz, janë shumë të rrezikshëm. Edhe di, e morë vesh lajmin e fundit. 80% e të vdekurve në luftën që po bëhet midis Rusisë dhe Ukrainës janë nga dronët. Po di. Kulla, çfarë perle. Pra nuk janë ka transhet, as nga avion të mëdhenj, kulla, nga bombardimet. Janë nga dronët. Po flasin për të vdekurit jo civile, jo për dëme kolaterale. Flasin për ushtarë. Po e di. 80% e ushtarëve. Se janë kështu si zojt vegjël. Zojt vegjël më dha, dhe nuk kapen, nuk kupton, dhe janë kamikaz. I vë eksplozive dhe i të vjen të shumë. 80%. E di. Franca, e vetëm fuqi bërthamore në Europë, nuk e njeh fare teknologji. Dhe rinë shohin Macroni si vrapon të kinezët për t'u dhënë autografe. E pe si vrapon të kinezët ai më për në Kinë. E pash. E pash, më kujtohet atë kur Rafi e shoqja kur po zbriste nga avioni. Po t'ishe Muriz do thoshte Rafi babaj. Që nuk jam... Jo me më kujtua Muriz. Ke ca personazhe tjerë që thonë... Po e di, tani më kujtua mua. Okullaj e map. Serios, nuk... Di. Dale më shmerdi dhe një ashtu tjetër. Erdhën çuna duket Ledio, erdhi Gupi, Zonja dhe edhe Muça. Që do thot me fjalë tjera Marsidi, Flogerti edhe Sebastiani. Ora është 22:03 minuta, zonja zotrinj, jemi live. Pardoni pyetjet tuaja, Eno më nis lutem pak linkun para se të lë kullën të iki, më nis pak linkun të lutem Eno, që të futem pak tek QR kodi pyetjet tuaja, pyetjet nga publiku. Vetëm pyetje ju kam thënë, mos bëni komente se nuk i lexoj, përtoj. Ha? Erdhi. Atere, ja një sekundë erdhi, po. Perl. Thuaj kullës, pyte kullën, a mund të jetë vendimi gjykatës fshetuese një lojë e Amerikës për treguar se dy partitë PD dhe PS kanë qenë gjithmonë bashkë dhe janë marrëveshje me njëri tjetrin për... Të thash pyetje shkurtra, jo komente të gjata. Mi madhi ish prendi që thot vetëm mirë mbrëma. Çfarë perle më kulla.
thot vetëm mirëmbrëma prend. Serios. Prendin e thot mirëmbrëma dhe unë që i bërgjem, mirëmbrëma. Serios. Njeri serios, po. Anton Marku shkruan, pyete pa kullën, fakti që nuk lemruan as kënd nga pëna shqiptare, as pakun, ka fena për përgjusin, tregon që kanë qenë duke përgjuar një grup me infiltrim të lartë në shtetin shqiptar? Po jo më burr. Jo më burr, jo ti Anton, prit. Sepse Kemi kohë, jo vetëm jo më burr. Këto lloj përgjime s'ka nevojë për autorizim. Mos u the pra vetëm jo po. Giulio Dervishi, thot, pyete zoti Kulla, sa janë gjathat që Shqipëria të hyjë në luftë me vendet fqinje në qoftë se do ketë luftë tretë? Po s'kemi ne fqinj, kemi vetëm shqiptar. Greqinë është antar i NATO-s, ku do hyjmë? Edhe atje shqiptar gatuaj s'ka grek fare. Me shqiptarë do luftojmë ne. Pyta! Roft Albanistani, digjon, Kulla. Përshëndetje zoti Çani, përshëndetje edhe për zotin Ilir Kulla. Ju ndjek rregullisht, ju pres për vizitë Tetov. Në Tetov? Çfarë do ham Tetov? Suxhuk. Suxhuk Tetove. Thot, jam doktor Fatmir Xhaferi, okulist nga Tetova. Doktor, na duhesh pa tjetër se me kalimin e kohës, Na kanë lënë syt. Po na lënë dhe syt, përveç tjerave. Përveç kujt të tjerave. Ji Morina, me 2 m. Përshëndetje Arian, përshëndetje Kulla, më duke se, më thot mua ky, më duke se ke pirë sot. Se di e një shpiti. Më dukesh mirë, jepi, edhe Kulla është i lodhur, jepi një çaj me limon të lutem. Faleminderit Arian nga Anglia. Bravo. Nuk më do thoshte Meksi. Oçan, thuj Kullës harxhon më shumë për, thot Ledion Dojgjani. Oçan, thuj Kullës harxhon më shumë për ushtri Gjermania e Franca sa Turqia si buxhet mbrojtje? Turqia, thuja të zotërisë, është një vend që është fuqia e dytë e NATO-s, po është dhe një vend që ka luftë në të gjitha anët e kufirit vetë përveç se kufirit me Greqinë. Oçan, tjetri thot Adiksi. Adix H6163. Thot më mbrëma pyetës zotin Kulla, mendon se do ketë aleancë? Si gripi shpendve. Si gripi shpendve, po. Gripi shpendve. A mendon se do ketë aleancë luftë thot USA Rusi kundër Kinës? Po jo, Kulla. Kjo është dëshira e Trumpit, po për momentin Trumpi kërkon të thyejë aleancën Kinë-Rusi kundër Amerikës. Jam duke lexuar pyetjet tuaja te ajo kutia, ju që vlefsoni atë kutin. Jeni akoma që vlefsoni. Ju thash, bëni një skaner, logoni, bëni një login dhe çoni pyetjet tu. Nuk lexojmë më në WhatsApp, kot më çoni mesazhe në WhatsApp, në celular. Fare zero, nuk ju lexojmë më. Atje. Si pse? Kështu kam qefun pra, shkaq e thjesht atje. Atëre. Kali Deti, Kulla. Kali Deti 5433. Janë emrat e njerëzve. Kali Deti. Pyeta. Mi mbrëma kisha një pyetje, nëse fillon lufta Rusi-NATO, kush mendon se ka për ta fituar? Kjo është pyetje $1 milion, dhe nuk ta themi dot. Ai që ka më shumë ushtar, që ka më shumë para dhe që ka më shumë armë atomike. Bravo, e kupton veti se kush. NATO. Kulla, Xi Jinpingu. Xi Jinpingu. Shkruan, thuaj Kullis, Turqia është vendi 8 në shpenzim në NATO, me 27 bilion, thot dollar. Një pyetje e thjesht në grok e tregon se Turqia harxhon vetëm 6 bilion, thot, më shumë se Hollanda. Mirë. Mirë. Ja një sekond. Vazhdo me grokun ti akoma. Dhe Arbeni 567 thot, në selinë e NATO-s punojnë shumë shqiptarë, shefi sigurisë është nga Kosova. E çfarë pastaj? Andrea Mici thot... Kam qenë disa herë në selinë e NATO-s, madje kam bërë edhe, kur kam bërë kolegjin e NATO-s, kam jetuar 1 javë atje. Në Bruxelles. Po. Prezidenti Polonis, Andrea Mici thot, prezidenti Polonis e tha sakt, 450 milionë europian kanë frikë nga 150 milionë rus dhe u kërkojnë ndihmë 350 milionë amerikanëve. Kulla e thot shpesh, demografia është një ndër shtyllat kryesore të luftës. Vetëm në këtë kriter Europa është e fituar, thot. Është e fituar thuj, po ai ke pasur se si ka Evropa popullsinë. Prandaj thot Trumpi, thot ku me këtë do bëni luftës. Gëzim Cenolli 6133. Që nga zona ime e Korçës. Cenolli, po thot, mos e anashkaloni Suedin, o Çani, se ka industrinë e rëndë më të mirë në botë. Po ka industrinë e çelikut, po s'ka njerëz. Ku s'ka njerëz? Suedi. Po është mbush me emigrantë, Kulla. Ka pak njerëz. Por i popullohet Suedia me emigrantë. Po, kush do luftojnë ata? Ata. Mish për top. Albi BLL 7973, Kulla. Thot Çani, përshëndetje, pyetje pak sa përqind mendon se jemi për luftë në Shqipëri? Shqipëri? Po çfarë luftë? Fare?
Shqiptarët sigur janë dhe trima, mo kulla. Njerëzit duan të bëjnë e legët që janë që. Qartë. Bar 13 thot, Çani mendon se doktrina e luftës popullat është një konspiracion anti-emigrim duke ruajtur imazhe politikanëve liberal globalist. Kuptove gjë? Xi Jinping thuaj kullës që bajraktarët donën Skarso, vetëm javën e parë të luftës në Ukrainë u dëgjuan. Sepse në Ukrainë ata ishin të parët që quan ndihmë ushtarake, pastaj erdhën tjerët. Javën e parë, 2 javët e para, vetëm turqit dhe anglezët kanë çuar ndihmë ushtarake, pastaj erdhën tjerët. Edhe tjerët çuan çka kishin nëpër magazina, nuk është. Pyete kullën më thon Çani dhe këto lexoj edhe këtë se janë pafund kulla për ty, do të tregoj pastaj. Nuk di se ju tregoj në fakt, do të thjesht do i kopjoj. Ja nis dot kullës? Ja nis dot? Ë? Linkun. Po. Po nisja pak linkun. Pyetje fundi kulla, se s'kemi kohë. E 9 ora. Më thot njëri, qa mendimi ke për revolucionin që ka nisur Tik Lapaj në bulevard? Që është revolucion duhet thënë i vështirë, se filloi tek pull, sot duhet jenë rreth, nuk e se janë bërë ja 50 veta? Unë mendoj që ka një plan Tiku, avash do i rritet numri, pra nuk është futur kot. Tikut i kam thënë, është fut kot dhe kot ka hyrë domethënë. Ti thua është fut kot? Po Tikut i kam thënë para 2 vjetësh ç'a të bëj, po nuk më dëgjoi. I thash lëre këtë sjellin për OEQ, nëse do të bësh politikë, shkosh fshat në fshat Shqipërisë. Atë po bën pra. Po ku? Atje me tavolinë te kryeministri. Po tani filloi o burrë. Hajde, kemi parë shumë nga këto. Nuk ka revolucion në Shqipëri. Nuk ka pra. Kur ndodhi revolucioni në Shqipëri, do ndodhi si në botën arabe, do shpërthej kështu nga poshtë si pranverë arabe dhe do bëhet katrahur gjithë Shqipëri. Dhe do ketë kështu, si quhet spërkatla. E mbamën tortën e pavarësisë. O si u turna atje më. Ashtu ka për ndodhë kur të ndodhi. Nuk ndodhë për momenti, po nëse vjen dita dhe do ndodhi, si me tortën e pavarësisë do ndodhi. Jemi shumë ngjashëm me popujt arab në çfarë. Një sekond para se të iki kulla, të bëhen gati, e kam mikrofonat? Po e ikim dhe ne, Do ikim dhe ne, po. Kulla, para se të ikësh, do të shoqëroj, do të përcjell sonte me një shprehje që duhet ta themi shpesh në emision, sepse unë gjithmonë e them, po ka shumë raste që nuk e them, se haroj. Por ju që vini tani, gjënë me vëmendje, kur e vjetra vdes, ose po vdes, dhe e reja nuk po, këtu më ledio, po këtu më ledio. Ledio është mesazh personalizuar. Kur e vjetra vdes dhe e reja nuk lind dot, na qeverisin përbindçat. Ky është momenti që po jetojmë tashmë në Shqipëri. Takojmë pas pak sa të përcjell kullën.